Strategjia rajonale e Izraelit nga Ilan Pape. Sulmi izraelito-amerikan ndaj Iranit në 28 shkurt u pasua nga rënje të konsiderueshme në tregjet e bursës në mbar botën, po jo në bursën e Tel Avivit, ku çmimet vazhduan çuditërisht të rriten gjatë ditëve të para të kësaj lufte. Ndërsa miliona njerëz në lindjen e mesme janë vënë ankth nga situata e tanishme dhe pasojat që do të vinë në vazhdim, në Izrael situata është ndryshe. Njerëzit atje janë më optimistë se kurrë, sipas një sondazhi të fundit të kryer nga Instituti i Demokracisë në Izrael, në 3% e personave të anketuar u shprehen në mbështetje të sulmeve. Në një shkrim në faqet e gazetës Yediot Ahronot, gazetari izraelit Amihai Atali na përshkruan gjendjen euforike si në vijim, teksa po heqim qafe për bindshin iranian dhe tentakulet e tij, unë vazhdoi ecën nëpër trotuare. Dyqanet janë të hapura, motoristët e Woltit po nxitojnë të shpërndajnë sushi, shawarma ose torta të ëmbla, por me çmime të kripura. Të tjerë vazhdojnë me vrapimet e lehta rreth parqeve. Në shtëpi kam elektricitet, ujë të ngrohtë dhe internet të pandërprer. Studia ushtrimeve, pilates, yoga dhe zumba vazhdojnë rutinën normalisht me klientët e përditshëm, ndërsa tregu i bursës së Izraelit po thyen rekorde. Pikërisht në këtë moment, mbi kokën time, një avion luftarak në një lartësi të ulët po ngrihet për të vijuar me një tjetër raund bombardimesh. Këta po shkatrojnë me saktësi të pabesueshme banesën e një tjetër oficeri të mesëm në radhët e gardës revolucionare. Pyes veten, kështu supozohet të duket lufta më kritike që prej themelimit të shtetit të Izraelit? Përgjigjja është kjo. Lufta duket kështu pasi shteti i Izraelit është një mrekulli e pashpjegueshme. Më pas, në shkrimin e tij të plot, gazetari Amihai Atali mëton se Izraeli duhet të jetë falënderues për udhëheqjen madhështore nga lideri i Partisë Likud, kryeministri Benjamin Netanyahu, si dhe nuk haron të përmend dhe cilësitë e veçanta të popullit izraelit si dhe ndihmesën hyjnore. Në gazetën më të lexuar në Izrael, të përditshmen Isahel Hayon, një tjetër gazetar me shumë perë si Ahiel Kahana, shkruan një artikull lavdërues dhe luftë-nxitës për kryeministrin e Izraelit, ku thotë: edhe kritikët izraelit të Netanyahut duhet të pranojnë se ai zotëron durim, dinakari, vendosmëri dhe përkushtim të palëkundur në misionin e tij për shkatrimin total të armiqve, luftë totale ndaj Hamasit, më pas ndaj Hezbollahut dhe tani ndaj Iranit, si dhe ndërhyrje për të ndaluar vazhdimin e tentativave të Trumpit për negociata me regjimin e ajatollahëve në Iran. Strategjia e ndjekur duket se është një aplikim i doktrinës ushtarake amerikane, ajo që njihet si shokim dhe shastisje. Tani në shënjestër është vënë Irani, por mesazhi po i përçohet të gjithë shteteve në lindjen e mesme, dhe është ky: mos guxoni të sfidoni së pari hegemoninë e Izraelit në lindjen e mesme, si dhe së dyti, mos sfidoni spastrimin etnik të palestinezëve. Arritja e pjesës së parë të mesazhit do të jepte Izraelit imunitet për siguruar kryen e procesit të dytë. Në rast se ja dalin, Izraeli do të shlyejë atë që historiani i njohur izraelit Benny Morris ka quajtur gabimin më të madh të themeluesit të shtetit të Izraelit, David Ben Gurion, i cili nuk do bojë të gjithë palestinezët. Shënim duhet sqaruar që Ben Gurion do bojë 90% të palestinezëve nga Palestina historike, rreth 700.000 të tillë. Bezalel Smotrich, një aleat i ngushtë i Netanyahut dhe kreu një partie fetare zioniste, u tha haptazi atyre pak deputetëve palestinezë në Knesset, se ata ishin aty të pranishëm aty pasi Ben Gurion nuk e çoi deri në fund punën e nisur në vitin 1948. Por me sa duket, në sytë e qeverisë dhe përgjatë të gjithë spektrumit të elitës politike izraelite, momenti për ta çuar në fund punën e lënë përgjysmë po afron. Kjo shënon një ndarje nga strategjia zioniste e ndjekur që para krijimit të shtetit të Izraelit dhe në dekadat e mëparshme të krijimit të tij. Strategjia ishte bazuar në operacione të fshehta të përzierura me lëvizje diplomatike me dyert të mbyllura. Shpesh njerëz më pyesin: mos vallë gjithë kjo që po ndodh në luftën e tanishme ka si qëllim implementimin e asaj që njihet si plani Yinon? Odet Yinon ishte një këshillues i Ariel Sharonit, general dhe më pas kryeministër izraelit. Në vitin 1982, ai ishte një ndër shkruesit të një artikulli ku veçoi përdorimin e një strategjie për çfarë sundo ndaj vendeve të botës arabe. Ndarjet sektare të shumta në lindjen e mesme janë në dobi të Izraelit. Argumentonte Yinon në atë artikull dhe kësaj ato duheshin nxitur. Ky artikull vinte në një kohë kur Sharon po kërkonte të shtonte përçarjet në radhët e rezistencës palestineze, të kryesuar nga Organizata për Çlirin e Palestinës. Një ndër këto tentativa përçarjeje në radhët e armikut ishte edhe inkryimi i një lëvizje forcash islamike në rripin e Gazës. Kur kjo dështoi, Sharon në së kohë ministër mbrojtjeje në qeverinë e kryesuar nga Menahem Begin, nisi sulmin ndaj Libanit. Lëvizja kjo që u kritikua më pas në mbar Izraelin si një gabim strategjik. Lajmet e ditëve të fundit flasin për një strategji
ku forcat amerikane po mendojnë të armatosin forca ushtarake të përbëra nga popullsi kurde për të mundësuar një sulm nga kufiri i Iranit në Irakun. Kuptoi kjo që do të mbështetet me sulme ajrore amerikane, por ndërhyrje të tilla nuk kanë diçka që flitet hapur para gazetarëve siç po ndodh sot. Në strategjinë e vjetër të Izraelit nuk përfshihej plasja e një lufte kaq të madhe rajonale. Qartazi nuk ka më një modus operandi në shtetin e Izraelit, pra një strategji afatgjatë të vepruarit. Duke folur në tetor të 2024-s, Bezalel Smotrich tha fjalët në vijim. Një herë në gjenerat vjen një mundësi e rrallë për të ndryshuar historinë, për të ndryshuar balancet e fuqisë në botë dhe për të riformuar të ardhmen. Së shpejti do të na duhet të marrë vendime me peshë historike që do të na çojnë drejt një lindje të mesme të re dhe më të mirë. Për shumë studiues të shkencave politike dhe gazetarë perëndimor, këto deklarata mesianike janë të kota në arenën e politikës. Por ata gabohen pasi në Izrael këto nuk janë deklarata të papërfillshme, por një botë kuptim që tani po dominon sferën e elitave politike dhe atyre ushtarake. Gjithë kjo shpjegon që qasja abuzagaz dhe arreshme me izraelitëve ndaj luftës ka një bazë të shëndosh si të mbështetjet të pakushtuzuar mediatike. Për më tepër, lufta ndaj Iranit mbështetet edhe nga ata njerëz që cilësohen si më laik, e ndoshta prej kësaj më racional, si dhe për të mos harruar politikan opozitar që synojnë të rrëzojnë Netanyahu në zgjedhje e ardhshme. Emra si Avigdor Lieberman, Naftali Bennett ose Yair Lapid. Justifikimi se Izraeli u detyrua të veprojë pasi po i paraqitet një rrezik për vetë ekzistencën e tij është një pretendim që ka po aq vlerë sa kishin justifikimet e sekretarit amerikan Colin Powell më shumë se 2 dekada më parë, teksa ai nxiste nisjen e pushtimit të Irakut nga forcat e OKB. Edhe më absurde është pretendimi se një shtet që shkel dhe dhunon në mënyrë sistematike të drejtat e popullit palestinez lufton tani për hir të drejtave të njeriut. Duke shikuar këtë që po ndodh nga një pikpamje ekonomike, situata për shtetin e Izraelit ngre pikpyetje të mëdha. Lufta kërkon shumë shpenzime, aktualisht rreth $650 milionë në ditë kosto direkte, pa llogaritur kostot indirekte që janë edhe më të larta. Këto shpenzime do të kërkojnë edhe më shumë fonde ndihme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Logjika e qeverisë mund të jetë se këto do të balancohen falfitimeve të larta si pasojë e shitjeve të armëve izraelite, që me suksesin në fushën e betejës do të kërkohen me ngulm nga shumë shtete të botës. Për të mos përmendur mundësinë për të blerë naftë nga fushat e mbajtëse të Iranit ose ato të vendeve përbërëse të gjithë arab, të cilët do të kuptojnë më në fund se ata ja kanë nevojën Izraelit për siguruar mbrojtjen e resurseve të tyre. Gjithsesi, nuk është e sigurt nëse këto doja dalin të rikuperojnë shtrëngimin financiar të konsiderueshëm të kësaj lufte. Ka dhe arsye të tjera se pse Izraeli do has probleme për të ndjekur një strategji në terma afatgjatë. Në të shkuarën, fushatat të tilla janë lënë përgjysmë tek gjendja vërtetësohej. Humbja e jetëve të ushtarëve amerikan, presion nga vendet e tjera të rajonit, ndryshimi i opinionit publik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose potenciali i regjimit iranian për të duruar goditjet dhe për të rirë forcat. Si dhe rezistenca vazhdueshme e palestinezëve mund të ndryshojnë balancën. Një pushtim i Libanit bazuar në përpjekjet e mëparshme do të ketë palë përfituese. Shumë varet edhe nga koalicioni ndërkombëtar që përforcon luftërat e Izraelit. Më konkretisht, industria e armatimeve, korporata shumëkohëshe, lider të ndryshëm shtetesh të fiksuar pas karrikës së pushtetit, lobet dhe krishtera dhe ato zioniste. Me mesëria e vendeve veriore, si dhe regjimet e korruptuara arabe në lindjen e mesme. Janë të gjithë këto faktorë do luajnë rolin e tyre në javët në vijim. E sigurt është që kur të vijë momenti që kjo marrëzi e dështuar të mbarojë, Izraeli do të ketë shkaktuar vuajtje të pamasë ndaj iranianëve, libanezëve dhe palestinezëve. Autori i këtij shkrimi është Ilan Pappé, një historian i njohur izraelit, njohës shumë i mirë i çështjes palestineze dhe historisë së shtetit izraelit. Aktualisht, Pappé punon në Universitetin e Exeter në Angli.